Detyra e policit mund të përfshijë ndonjëherë gjëra më të padëshiruara. Nathan Brandley, një polic nga patrulla shtetërore e Georgias, mund ta konfirmojë këtë, pasi u përgjigj një aksidenti fatal me makinën në tetor 2015. Megjithatë, pasi udhëtoi për në shtëpinë e viktimës, vendosi të merrte 4 fëmijët e tyre dhe të largohej me makinë. Donald dhe Crystal Howard, banor të qarkut Morgan, Georgia, ishin prindër të 4 fëmijëve të quajtur Justin, Amia, Damian dhe Travian. Për gati një dekadë, Donald shërbeu në Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara duke kryer 2 turne, një në Afganistan dhe një tjetër në Irak. Pas një lëndimi në gjuhë, ai u largua me nder nga shërbimi. Sa për Crystal, ajo shërbeu si mësuesi për 4 fëmijët e saj duke i arsimuar në shtëpi bashkë me burrin. Në tetor 2015, prindërit e rinj u përgatitën për një natë ngarkuar Halloweeni, me secili nga fëmijët të veshur me kostumet e tyre. Çifti duhej të shkonin në dyqan për të bler bojë shtesë për fytyrën dhe karamele. Pasi morën ato që u nevojitej, Donald 33 vjeç dhe Crystal 29 vjeç u nisën për në shtëpi. Fatkeqësisht tragjedia ndodhi shpejt. Ndërsa ngisnin makinën në një rrugë me kthesa me SUV-in e tyre, çifti doli nga rruga dhe ra në një kanal. Makina u ngrit në ajër përpara se të përplasej me një pemë duke i vrarë ata menjëherë. Pak pas aksidentit, Nathan Brandley dhe patrulla shtetërore e Georgias dëgjoi detajet në radion e tij. Pak çaste më vonë ai zbuloi se ishte relativisht afër vendit të aksidentit dhe ju përgjigj thirrjes. Pas mbërritjes, Brandley dhe ekipi i tij kryen hetimet e tyre përpara se të kërkonin të afërmit të Donald dhe Crystal. Pasi gjetën adresën e tyre, Brandley udhëtoi për në shtëpi së bashku me një zëvendës të qarkut. Megjithatë, tresha nuk mund të përgatitej për atë që gjetën, pasi 4 fëmijët hapën derën me kostumet e tyre të Halloweenit. Ishim të humbur pa fjalë, kujtoi polici në GoFundMe në nëntor 2015. Zëvendësi më pas pyeti djalin më të madh nëse ishte dikush në shtëpi, duke shpresuar për një po, por djali, pa e ditur, na zhgënjeu, vazhdoi Brandley. Justin, djali më i madh, shpjegoi: "Prindërit e mi shkuan në dyqan për të marrë më shumë bojë për fytyrën. Na thanë të mos hapim derën për askënd, por ata duhet të kthehen shpejt." Të thyer nga ajo që dëgjuan, tresha kërkoi të afërmin më të afërt të fëmijëve, duke mbajtur aksidentin për vete. Ata përfundimisht kontaktuan gjyshën e 4 fëmijëve, Stephanie Oliver, por ajo jetonte disa orë larg në Sarasota, Florida. Në atë moment, Brandley mori një vendim mjaft të jashtëzakonshëm. Me Oliverin në rrugë dhe departamentin e shërbimeve për familjen dhe fëmijët të informuar për situatën, polici nuk mund të përballonte atë që do të ndodhte më pas. Jo vetëm që 4 fëmijë do të zbulonin se kishin humbur të 2 prindërit, por do të kalonin Halloweenin në një burg qarku derisa dikush të mund t'i merrte për të kujdesur. Nuk ishte e drejtë, shkroi Brandley në GoFundMe. E tërhoqa zëvendës komandantin më njan dhe i thash se isha i ndar, vazhdoi Brandley. Doja të ruaja Halloweenin e këtyre fëmijëve dhe ato që do të vinin. Sugjerova që të kujdesesha për ta derisa familja e tyre të mund të vinte. Pasi mori miratimin e tij, polici pastaj ftoi fëmijët të bashkoheshin me të për një kafshat ushqimi. Kur ata folën përsëri për pritjen e prindërve të tyre, polici mori një vendim tjetër të vështirë. Ishte e rëndësishme për mua që të mos u gënjeja, shkroi Brandley. Pranova deklaratën e tyre dhe shtova se gjyshja e tyre do të takojë me ne më vonë atë mbrëmje. Të qetësuar 4 fëmijët u bashkuan me Brandley në makinën e tij përpara se të niseshin për në McDonald's dhe Burger Kingun lokal. Ndërsa fëmijët hanin ushqimin e tyre, polici mori një telefonat nga shefi i tij. "Kam mbikëqyrësit më të mirë në shtet, kështu që nuk u habita kur ai më tha se po sillte gruan dhe djalin e tij për të na takuar", shkruan ai në GoFundMe. Pasi mbaruan vaktin, Brandley dhe fëmijët u kthyen në makinë, duke u nisur për në stacionin e policisë. Gjatë udhëtimit të tyre, ai mësoi më shumë për 4 fëmijët dhe prindërit e tyre, me Justinin që përmendi karrierën ushtarake të babait të tij. Kur mbërritën përfundimisht, fëmijëve ju dha një tur i stacionit. Megjithatë, ndërsa orët vazhdonin të kalonin, fëmijët ende nuk ishin të vetëdijshëm për lajmin tragjik në lidhje me Donald dhe Crystal, me Brandley që priste mbërritjen e gjyshes së tyre.
Megjithatë, disa njerëz udhëtuan për në stacion për të ofruar ndihmën e tyre, duke sjellë me vete çanta dhe kova plot me karamele. Fëmijët kaluan natën në stacion përpara se Oliver të mbërrinte në orët e hershme të mëngjesit. Të dy jam dakord që do të ishte më mirë që fëmijët të përfundonin gjumin dhe të informoheshin për fatin e prindërve të tyre të nesërmen, shkroi Brandley. Shpresuam që ata të lidhnin tragjedinë me 1 nëntorin në vend të Halloweenit. Oliver planifikoi të merrte fëmijët në Sarasota për të jetuar me të dhe vajzën e saj, Charlie Dismuke. Megjithatë, shtëpia nuk ishte mjaft e madhe, pasi djali dhe mbesa e Dismuke jetonin atje gjithashtu. Problemet për familje nuk mbaruan këtu, pasi kostot e funeralit arrinin rreth $7,000. Me këtë në mendje, Justin kontaktoi Brandley për ta përditësuar për situatën, gjë që shtyu policin të vepronte. Ai krijoi një faqe GoFundMe me 3 nëntor 2015 me qëllim mbledhjen e parave të nevojshme për funeralin e Donald dhe Crystal. Megjithatë, sigurisht që ai nuk mund ta kishte imagjinuar atë që ndodhi më pas. Rreth 24 orë pas krijimit të saj, faqja GoFundMe e Brandleyt kishte fituar tashmë një shumë të madhe, prej $33,000 në donacione, por para se të kalonte shumë kohë, totali arriti mbi $500,000. Me ato para të mbajtura në një fond besimi. Ndërkohë Dismuke sugjeroi që nëna e saj mund të mblidhte një pronë më të madhe me disa nga fondet, duke i bërë gjërat pak më të lehta. Më 13 nëntor 2015, Donald dhe Crystal u varrosën në Sarasota me fëmijët e tyre të shoqëruar nga familja dhe miq në ceremoni. Arkivolet ishin zbukuruar me lule, ndërsa kushërira ofroi disa fjalë për fëmijët në sallë. Megjithatë, ajo rezervoi një falënderim të veçantë për veprimet e Brandleyt. Dua të falenderoj oficerin që erdhi dhe mori kushërinë e mi dhe ende i liroi kushërinë e mi të shijonin Halloweenin e tyre në një natë të tmerrshme, tha ajo. Vërtet dëmshuria e Brandleyt nuk do të harrohet shpejt nga familja Howard. Fal një mendimi të shpejt, ajo vetëm që i mbrojti fëmijët nga një tragjedi e tmerrshme, por gjithashtu siguroi atyre një të ardhme më të ndritur. Ky rrëfim ishte vërtet i jashtëzakonshëm, por ai që vijon do t'ju pëlqejë më shumë. Këta 4 vëllezër e motra pësuan një fëmijëri të neglizhuar, por më pas 2 kujdestar hyn në jetën e tyre. Pasi duruan një jetë mjerueshme me prindër që dyshohet se ishin abuziv, Olivia, Brandley, Cody dhe Emma kishin nevojë për një familje kujdestare për t'i marrë. Meqense ishin kaq shumë, ata e dinin se ka të ngjarë të dërgoshin në shtëpi të ndryshme, por më pas yjet u rreshtuan për ta. Olivia, Brandley, Cody dhe Emma janë 4 vëllezër e motra që nuk e patën as pak të lehtë në fillim të jetës. Në fakt, historia e tyre është e trisht. Raportohet të jetë plot me abuzime dhe neglizhencë. Ata ishin fillimisht nga Overland Park, Kansas, dhe jetonin me prindërit e tyre, por martesa e prindërve të tyre nuk ishte lumtur. Marrëdhënia u prish dhe një seri ngjarjesh të pafata pasuan. Sipas Kansas City Star, prindërit e fëmijëve u kthyen në abuzues me substanca pas ndarjes, duke krijuar një mjedis të mbushur me abuzimin dhe neglizhencë. Në të vërtetë, 4 fëmijët thonë se ishin keq trajtuar fizikisht në shtëpi. Si pasojë, fëmia më i madh, Olivia, kishte marrë një rol mbrojtës duke u kujdesur për 3 vëllezërit dhe motrat e saj më të vegjël, që kur ajo vet ishte shumë e vogël. Me këtë në mendje, një mik i tyre i tha Kansas City Star se Olivia kishte qenë si nën për ato fëmijë që kur ishin 3 vjeç. Megjithatë, pavarësisht përkushtimit të motrës më të madhe, të 4 ata përfunduan duke vuajtur aq shumë abuzime sa shteti duhet të ndërhynte. Në nëntor 2015, ata u morën të gjithë nga shteti për t'i mbajtur të sigurt. Ideja ishte që 4 vëllezërit e motra të gjenin familje kujdestare që do t'i merrnin përkohësisht. Dhe kështu, gjithmonë ekzistonte frika se ata mund të përfundonin në shtëpi të ndryshme. Duke folur për 41 Action News, vëllezërit dhe motrat kujtuan se sa nervoz ishin për t'u ndarë, por në ato momente, ata nuk e kishin idenë se çfarë po ndodhte pranë në qytetin e Gardner. Një çift i quajtur Eric dhe Phyllis Watson sapo kishin marrë disa lajme të mrekullueshme. Watson gjithmonë kishin dashur të kishin një fëmijë të tyrin, por kjo nuk ishte destinuar të ndodhte për ta. Në fakt, ata kishin provuar dhe dështuar të krijonin një familje, gjë që i shtyu të eksploronin botën e kujdestarisë për fëmijë. Ata filluan me gjithë trajnimin e nevojshëm për të bërë prindër kujdestar zyrtar,
dhe më pas në nëntor 2015 ata përfundimisht kaluan pengesën e fundit dhe morën licencën e tyre. Dhe kjo ndodhi vetëm një ditë pasi 4 vëllezërit dhe motrat u morën nga shteti. Licenca u dha atyre leje për të bërë prindër kujdestar nëse do të paraqitej një mundësi e përshtatshme dhe gjithashtu bante potencial për Watsonot të bërsonin më pas. Kështu vetëm një ditë pasi përfunduan të gjitha dokumentacionet, çifti mori një telefonat. Një agjenci bjerësimi ishte në linjë duke u thënë Watsonove për 4 vëllezërit dhe motrat që e kishin në listën e tyre. Por kishte një pengesë të vogël. Watson po kërkonin vetëm një fëmijë për ta filluar, ndërsa agjencia e bërësimit donte të gjente një shtëpi kujdestare ku të 4 fëmijët të mund të qëndronin së bashku. Ishte një kërkesë e madhe për çiftin që nuk kishin marrë kurrë fëmijë më parë, kështu që ata u larguan për të menduar për një kohë. Po mendoni për një fëmijë kujdestar në një kohë, ndoshta 2, nuk po mendoni për 4 me një herë, i tha Eric Watson, Kansas City Star. Edhe pse kur nuk nderonim të merrnim 4 fëmijë, Watson ju desh vetëm disa ditë për të marrë një vendim. Gjithçka ndodhi kur Eric bëri një gjumë të shkurtër, kur u zgjuai kishte një vendim, do t'i marrin fëmijët, i tha gruas së tij, dhe kishte një arsye të veçantë pse ai arriti në atë përfundim. Pika e kthesës për mua ishte se ata do të ndaheshin dhe unë nuk doja ta shija këtë, tha Eric, ndërsa u bë dukshëm emocional duke menduar për ta. Dhe nuk kemi penduar kurrë asnjë ditë, shtoi Fields. Kështu, vetëm 2 ditë pasi Watson dëgjuan për herë të parë për 4 vëllezërit dhe motrat që kishin nevojë për një shtëpi, ata pranuan zyrtarisht fëmijët e zhvendosur. Për t'i akomoduar ata, Watson jo vetëm që zgjeruan shtëpinë e tyre, por gjithashtu blen një makinë më të madhe për të përballuar familjen e tyre të re me 6 anëtar. Për vitin e parë të jetës si familje kujdestare, qëllimi kryesor ishte të riktheni fëmijët me prindërit e tyre biologjik, por kjo nuk po ndodhte. Atëherë bërësimi plot u bë një zgjidhje realiste për vëllezërit dhe motrat dhe sigurisht në mars 2018 kjo ndodhi. Familja me 6 anëtar hyri në gjykatën e qarkut Johnson për të qëndruar para gjyqtares Kathleen Lee Sloan për të bërë bërësimin zyrtar. Olivia Brindley Cody dhe Emma buzëqeshnin nga veshin në vesh ndërsa pozuan për një fotografi me gjyqtaren. Pasi të gjitha letrat u nënshkruan, gjyqtarja madje urdhëroi të gjithë të pranishmit të ngriheshin dhe të duartrokisnin prindërit birësues për atë që po bënin për fëmijët. Pastaj, ajo kishte disa fjalë të bukura për të thënë në sallën e gjyqit. Nuk ka asgjë më të mirë se një birësim, filloi ajo, sepse të gjithë ju erdhët këtu të lumtur dhe unë ju lë të largoheni më të lumtur se kur erdhët këtu. Dhe më besoni, gjyqtarët nuk mund ta bëjnë këtë shumë shpesh, tha ajo duke bërë shaka. Dhe nga ai moment, Watson ishin zyrtarisht një familje.